një çështje tjetër tepër e nxehtë e ditëve të sotme në Shqipëri, por që është të ndjekur edhe mbar botën. Protestat. Si lexoni ju këto protesta, shkaqet dhe rrjedhojat që mund të lindin pas tyre? Shkaku si fillim është këmba në fyt, që pushteti Edi Ramës i ka vendosur shqiptarit, duke ja bërë të neveritshme jetën në vendin e tij, duke ja bërë të papërballueshme, edhe në fund duke treguar dhe arrogancë. Kudo sot ka probleme në secilin sektor, nga çështja e pronës tek çështja e rendit të përditshëm në rrugë, ku është bërë jeta shumë nervozuese nga kaosi dhe nga mungesa e rendit dhe ligjit, deri tek spitalet dhe kudo. Rasti Vlorës i dha shkëndi, Reqa Zvarri dha shkëndi atij Baruti, i cili ka qenë në shoqërinë shqiptare dhe tani ka shpërthyer për t'i treguar qeverisë se ne jemi këtu dhe nuk pranojmë të shkelemi dhe duam të jetojmë me dinjitetin e nevojshëm që i takon qenies njerëzore. Kaq është. Nuk ka asgjë më të veçantë. E çuditshme është që nga që njerëzit janë mësuar duke mos i parë shqiptarët të reagojnë, duke si diçka e re dhe kuriozuese për njerëzit, çfarë ndodhi, si u ngritën shqiptarët, pse kaq emocionalisht, pse kaq me entuziazëm, sepse nuk mban më çizmja e qeverisë, arroganca e qeverisë, por dhe jo vetëm e qeverisë, por edhe kryetarit Partisë Demokratike, i cili me paturpsinë më të madhe del dhe thotë unë pranoj ndryshime kushtetuese me Edi Ramën. Çfarë nevoje ka Shqipëria për ndryshime kushtetuese sot, dhe pse duhet ai që deklarohet në opozitë t'i vetë ofrohet Edi Ramës për ndryshime kushtetuese. Pra njerëzit kanë parë që këtu po krijohet një lloj klike e dy partive tradicionale, dy korporatave të biznesit, se nuk janë as parti mirëfilltazi, dhe kanë reaguar. Kanë treguar se nuk e pranojmë këtë sistem. Nuk duam të shkojmë në këtë model sundimi, ku të gjitha i keni ju, shtetin ju, ekonominë ju, mediat ju, gjithçka ju, dhe ne do të jemi spektatorët tuaj. Do të jemi spektatorët të pazareve tuaja dhe të luftrave sezonale tuajat, për të arritur marrëveshje me njëri tjetrin, pra për të marrë marrëveshje sa më të mirë. E gjithë lufta këtu nuk është bërë për modelin e shtetit, por është bërë për të marrë një marrëveshje sa më të mirë me njëri tjetrin. Dhe shqiptarët e kanë kuptuar këtë hile. Si e komentoni ju vendimin e Departamentit të Shtetit për t'ia hequr non gratën kryetarit të PD Sali Berisha? Si mendoni që kjo do të ndikojë në skakjerën politike në Shqipëri tashmë dhe çfarë mendoni për ndryshimin 180 gradë të Berishës për protestën? Deri pak ditë më parë ishte një nga idhëtarët më të mëdhej kundër saj, papritur kaloi pro saj dhe duke bërë thirrje mbështetësve të tij që të shkojnë në protestë. Ato vendimin e non gradës unë nuk e komentoja dhe nuk e kam komentuar kurrë, pak e hiç. Sepse vetja kanë vënë dhe vetja heqin, pra ja kanë vënë për interesat tyre dhe mund t'ja heqin për interesat tyre. Por nuk është çështje e jonë. Domethënë nuk na takon, për mua është krejt e parëndësishme. Edhe ndikimi është krejt i parëndësishëm, ndikimi tek sheshi i protestës ka qenë krejt i parëndësishëm. Kur them krejt i parëndësishëm, sepse ky brez nuk e njeh dhe nuk merret me atë lloj politike, mund të ketë qenë motivues ose ka gëzuar disa idhtar ose ndjekës të zotit Berisha, të cilët gjithsesi e kanë ndjekur edhe pa ju hequr non grada. Pra nuk është një problem, nuk është se lejimi i zotit Berisha për të udhëtuar në Amerikë do t'i bashkojë atij votues të ri dhe fansa të ri politik. Nuk do t'i shtojë asgjë, asnjë kredit dhe asnjë kapacitet të ri, sepse ata që kanë qenë me Sali Berishën vazhdojnë të jenë me Sali Berishën si me non grata si pa non grata. Nuk kanë ndonjë rëndësi. Në lidhje me qëndrimin për protestën, zoti Berisha mendoi se protesta do të jetë e vakët, nuk do të ketë njerëz, dhe doli, sulmoi protestën, sulmoi protestuesin duke i konsideruar mjeran proteste gysa gasërve, veç thoshte nga ato fjalitë e veta, por kur kuptoi që protesta është serioze dhe e madhe, ai kuptoi vetë apo ja tha dikush që kjo protestë do të zhduk Partinë Demokratike nga skena politike, sepse sot përballë qeverisë është sheshi i protestës, nuk është më Sali Berisha. Në 15 ditë protesta ka zgjesuar Sali Berishën si personazh kryesor të opozitarizmit.
nuk e kam Sali Berisha as sheshin dhe as vëmendjen si opozitar. Pra ka ndryshuar qëndrimin për të bashkuar me atë dallg edhe me atë anije, për të mos u përplasur me kokë me të, ose për të munduar ta manipulojë ose të përfitoj diçka prej saj gjatë rrugës në vazhdim. Është si një ushtar i cili del para një turme njerëzish, kur e kupton që nuk mundet ta ndalë, bashkohet me ta me mendimin për t'u futur ndonjë fik anash ose mas shpine gjatë rrugës. Kjo në raport me Berishën, ku qëndron protesta në raport me Ramën dhe qeverinë, që është fokusi kryesor, pa çka se kërkohet një ndryshim rrënjësor i gjithë klasës politike. Kujtojmë që së fundi ai e ka quajtur edhe një rrymë fashiste atë rrymën që përfaqëson kjo protestë. Në raport me Ramën, protesta e ka vrarë Edi Ramën. Ka vrarë figurën falso që Edi Rama i ka ngritur vetes në 25 vjet me PR, me imazh, me reklama, me falsifikim. Pra kjo rini shqiptare, hiç asnjë fitore mos past, ka nxjerrë Sali Berishën jashtë bulevardit dhe e ka çuar në cep dhe ka vrarë Edi Ramën si figurë. Sa për këto fashizmat, Edi Rama është promovuesi i fashizmit në Shqipëri. Është ai njeri i cili u ka shembur njerëzve shtëpit, pa letër dhe pa vendim. Është ai njeri i cili ka hedhur gaz në shkollë, fëmijëve, familjeve. Është ai njeri i cili ka dalë dhe ka bërë thirrje hëngshit kokat të njëri tjetrit për krimin organizuar, duke ju thënë mbështetësve të vet brenda botës së krimit që vazhdoni, lani hesapet dhe kryeni punët tuaja me rivalët, sepse shteti nuk e ka ndërmend të angazhohet. Ky është fashizmi. Dhe fashizmi tjetër është fashizmi ekonomik, fashizmi financiar dhe strukturor, i dhunës së strukturuar, që Edi Rama ka ushtruar në Shqipëri ndaj njerëzve. Ky është fashizmi i vërtet, dhe fashizmin sot në Shqipëri e përfaqëson Edi Rama. Ai është përfaqësuesi më brillant i fashizmit dhe i gjuhës së dhunës dhe i veprimit përmes dhunës ekonomike, duke vendosur se kush do të falimentojë e kush do të ketë sukses, jo për shkak të aftësive, por për shkak të besnikërisë ndaj Edi Ramës. Si prisni që të vijojnë protestat? Cili mund të jetë aksioni i radhës nëse nuk do të ketë një impakt rrënjësor, një impakt mbi temat kryesore që kërkohen, sepse nuk mund të vazhdoj pafund dalje në rrugë, se do vi një kohë që edhe mund të sfumohet si protestë, apo jo? Po nuk di, është e vështirë të parashikohet, se nuk mund të paraqitemi sikur dim gjithçka dhe parashikojmë gjithçka. Unë mendoj që deri tani protesta ka arritur fitore të mëdha. Siç thash për dy figura politike, Rama dhe Berisha, të cilët i ka diskredituar, ka arritur dhe një fitore tjetër. Fitoren psikologjike, fitoren e frymës. Lejoni t'ju bëj një krahasim me historinë. Lidhja e Prizrenit e humbi betejën me Dervish Pashën, dhe Dervish Pasha me 7 divizione i ardhur nga Selaniku arriti ta shtyp lidhjen e Prizrenit. Mirë po gjithçka pas lidhjes Prizrenit u bazua tek fryma e lidhjes së Prizrenit. Gjithçka në dekadat e mëvonshme, në vitin 1900, 1912, 1920, 1943, edhe deri sot. Gjithçka në Shqipëri është e bazuar tek lidhja e Prizrenit. Edhe kjo protestë do të jetë momenti psikologjik dhe leksioni politik ku të gjithë njerëzit për shkak të asaj proteste do të kuptojnë se këtu pas ka një popull që reagon, pas ka një popull që do të jetojë me rend dhe me ligj, pas ka një popull i cili kërkon një ekonomi normale dhe jo ekonomi domosdoshmërisht të krimit, drogës apo ekonomi të vjedhjes në shtet, të korrupsionit. Dhe njerëzit do t'i shkojnë frymës së kësaj proteste. Pra nëse mund ta quajmë triumfi i qeshorit, për të vendosur këto etiketat, por do t'i referohen triumfit të këtij qeshori, triumfit psikologjik dhe kulturor të popullit shqiptar, i cili nëpërmjet këtij triumfi dhe kësaj revolte, ju ka thënë të gjithë njerëzve politik dhe publik në Shqipëri që jini të vëmendshëm sepse këtu nuk ka vetëm populli Edi Ramës i cili kërkon të vjedh dhe të na sundojë me shtet, nuk është vetëm populli Sali Berishës, të cilit i ka shijuar vjedhja dhe privilegjin e pushtetet e mëpërpashme dhe tani mendon se mund ta marrë pushtetin përsëri, por është një popull i cili kërkon shtet ligjor, shtet kushtetues, shtet institucional, kërkon një ekonomi të rregullt, kërkon një jetë të rregullt familjare, kërkon punë, kërkon siguri,
kërkon sigurinë arsim, sigurinë rrugë, sigurinë shëndetësi dhe kudo tjetër. Pra kjo është fitoria më e madhe. Pra kemi fitore në frym edhe në atë mesazhet që kanë të përçuar sidomos për dy liderët e partive kryesore në Shqipëri. Fitore në mentalitet. Po, por mbase zemrata popullore është shumë e madhe dhe kërkohet një veprim, kërkohet që të arrihet diçka në suazën e atyre pakënaqësive të mëdha që janë shprehur që ju përmendet më lart në të gjitha fushat e vendit. Por nëse kjo nuk arrihet, a mendoni që duhet bërë një aksion, duhet të radikalizohet deri diku, nuk po përmend revolucion, siç është hedhur si parrudh tani pafund revolucioni Flamingo, që është pakzuar kjo mësymje qytetare në rrugët e Tiranës, por jo vetëm. A duhet një aksion politik së paku, nuk po themi revolucion, që të radikalizohet diku, që të detyrohet qeveria dhe klasa politike që ti përgjigjet me një reakcion. Pa pasur aksion nuk mund të ketë reakcion, apo jo? Po çfarë kuptoj me aksion politik? Po, për shembull, bllokim institucionesh, bllokim parlamenti, turmat mbase në vend që dalin në bulevard të marshojnë paqësisht nëpër Tiranë, mund të tentojnë të bëjnë diçka më shumë, nuk po them të vandalizojnë, por ose për shembull një mosbindje civile që PD e ka përmendur edhe ka tentuar ta bëjë vazhdimisht, po ka dështuar gjatë gjithë këtyre viteve në opozitë. Këta njerëz janë infermier, janë mësues, janë mjek, janë polic, janë që vinë nga fusha ndryshme të administratës apo jo. Pra, këta njerëz qoftë edhe duke mos u paraqitur në punë, thjesht u jap disa shembuj. Këto janë ato 52 metodat e mosbindjes civile të zotit Berisha, të marra nga Lenini ndoshta, por unë nuk e shoh kështu. Duke jetuar në Shqipëri shoh diçka tjetër. Unë shoh që kjo frym duhet të mbahet, edhe duhet të ketë masivitet, sepse masiviteti zgjidh shumë gjëra, masiviteti do ta vendosë edhe vetë Partinë Socialiste përballë opsioneve. Ose të mbajnë Edi Ramën dhe t'i urrejnë shqiptarët për 20 vjetët e ardhshme, se nëse këta e mbajnë Edi Ramën në këtë mënyrë, shqiptarët do t'a urrejnë Partinë Socialiste për 20 vitet e ardhshme. Dhe socialistët sot duhet reflektojnë, duhet vendosin, a do t'a mbajmë Edi Ramën dhe do t'a shkrim dhe do t'a diskreditojnë Partinë Socialiste në sytë e shqiptarëve, apo do t'a largojnë vetë Edi Ramën dhe të shpëtojnë me Partinë Socialiste dhe t'i japim një mundësi për të qenë parti politike edhe në vazhdim. Po si rrëzohet Edi Rama? Si rrëzohet Edi Rama? Sepse mund të vazhdoj pafund kjo gjë. Edi Rama rrëzohet me zgjedhje. Nuk ka mënyrë më të dhimbshme për Edi Ramën se sa ta rrëzosh me zgjedhje me një rezultat të thellë. Me kodin zgjedhor që e ka bërë Edi Rama dhe Partia Demokratike, do ta bëjnë sërish ta deputet? Po çfarë problemi ka kodi zgjedhor, si e gjikoni ju? Po si e komentoni çfarë mund ndodh me ndikimin që mund të ketë qeveria, patronazhistët, të gjitha ato ndikime, krimi organizuar, të gjitha ato akuza që janë hedhur vazhdimisht mbi këtë qeveri për manipulim votash, ose edhe mbadje edhe votën e diasporës, por dal këtu ku unë jam pjesë e diasporës dhe jemi të interesuar. Si mendoni që të anashkaloni këto dhe të arrihet të merret pushteti të rrëzohet Edi Rama me zgjedhje kur e kontrollon sistemin? Shikoni çfarë ndodh. Këto janë ngushëllime të vetvetes që opozitarët e bajatshëm në Shqipëri kanë bërë sa herë që kanë humbur. Edhe i fusin frikën vetes dhe ndjekësve tyre duke i thënë që Edi Rama është ky gogol i madh që kontrollon gjithçka, kriminali rrezikshëm, nuk mund t'i dalin përballë sepse ky ka të gjitha, ky ka gjithçka, ky bën çfarë të dojë. Nëse ju thua njerëzve kështu, gjëja më minimale që bën është që ju fut frikën ndjekësve të tu. Ndodh diçka tjetër në këto lloj rastesh, kur kanë zbarkuar amerikanët në Normandi, Hitleri e ka pas fortifikuar Normandin në një mënyrë shumë profesionale dhe një general amerikan ka thënë që do të hedhi më shumë ushtar saqë të paktën nga një ushtar i yni të shkojë deri te bunkerët e Hitlerit për të futur granatën brenda në bunker. Edhe sot duhet një mentalitet fitues dhe jo mentaliteti i ankesës dhe i qyrravitjes, dhe duhet ndjekur kjo e Normandisë. Pra duhet të merren aq shumë vota saqë sado vota të blejë dhe të përpiqet të manipulojë Edi Rama, opozitarizmi të dalë një vot më shumë se Edi Rama.
Edi Rama nuk është ky gjeniu, siç duan ta paraqesin këta. E pati në Hungari, edhe Orbani kështu pretendoi se kishte bërë sistemin elektoral vet, ndryshimet kushtetuese vet, gjithçka vet, por nga një bashkim popullor urrëzuar nga pushteti dhe nuk mundi të mbijetojë. Dhe unë mendoj që shqiptarët kanë kapacitet për ta mundur Edi Ramën. Edhe në zgjedhjet e fundit 2025-s, të cilat ishin zgjedhje problematike, partitë e opozitës morën 700.000 vota. Për 700.000 shqiptarë u zgjuan në mëngjes dhe shkuan në kutinë e votimit kundër Edi Ramës. Nuk është Edi Rama do një person që ka votë plebiscitare në Shqipëri.